Kryesia e Selis Blu vendosi përjashtimin përgjithmonë nga Partia Demokratike të ish kryeministrit Sali Berisha. Ky vendim u mor në një mbledhje e cila filloi pasditën e dieshme dhe zgjati deri në orët e para të mëngjesit. Ne duam demokraci, nuk duam komunizmin, harroja atë. Unë jam presovutues mbi mendje, as për njën as për tjetër. Problemi Luli me këtë që ka bërë ka gabim. Mire ka bërë, shumë mire ka bërë. Shumë i keq, shumë i padrejtë. Po Berisha e mori Luli basën që e bëri ati këtë repetës. Luli është këtë fare. Luli mendon që do e bëjnë ajo ambasadore amerikane do e bëjnë kryeministri, por kryeministri pas votoi populli nuk bëhet kurrë. Ti do përgjigje nga mua, kjo ka sa 30 vjet, kupton? Do në zhduk kur fare. Majta të dhe, janë thë qendër, kupton? Hash. Këta vojnë për karrikën e tyre, kupton? Edhe për pasurit që kanë vend, se Shqipëria nuk ka gjenë këtë gjendje. Shumë mirë ka bërë, se po e torturojnë këtë popullin. E ha populli komplet. Mirë ja bëri, ekstremistët s'kanë vënd. Po mirë më djali e vret baban, për karrikën e vret. Kështu ka ndodhur, që nga lashësia, e nga mbretërit, edhe deri sot. Kështu që vrau baban e vet, kaq.